Kanë thonë dietar, pse agjilerët preferoa që mos të agjerojnë, për shkak se ato janë të preokupuar me dua dhe lutje, nga se lutjet dhe duat janë më të preferuara ditën e Arafatit, dhe për fat të keq ne kemi ne agjilerët dhe bizafirët e Allahut kur shkojnë atje gëzohen si vjetë se elhamdulillah, edhe atje kanë shtruan shtrate, pra po kalojsh Mikolaj dhe shpejt. Pra dita Arafatit, lehtë të ndërshëm, nuk ka dita e gjumit, as nuk ka dita e komunikimit, as nuk ka dita e qërimit të sapëve të dunjas. Dita Arafatit është dita e lutjes dhe kërkesës dhe përuljes për Allahut Azza wa Jall. Kështu e kanë shfrytzuar për tonë dhe mjeri ata të cilët ja mundson Allahu me dal në Arafat, e pastaj Allahu i privon që me ju lut Zotit të tyre. Dhe ne kemi pa haxhilerët në Arafat ku me vete 1 kile duhan e kanë morë dhe e kanë pijen pejnë drejt deri në akşam 1 kile duhan. Pra Allahu Azza wa Jall i kanë bërë gjuna edhe në ditën e shenjtë të Arafatit.